krymyllet, të shiturit, të korrupturit dhe të joshurit për një qoftë dhe për një azil, ose qoftë edhe për një dalë në vend tjetër, ata do të dështojnë së bashku me këtë gjykat, që për mua personalisht është një gjykat ekonomike, politike, kriminale, grup kriminal i organizuar ekonomik politik. Por momentin jemi këtu në pikë takimin final që kemi vendosur. Pjesa dërmuese motorëve kar, besoj që rrugës do të bashkohen prap. Ne tash për tash kemi sapo pati vizit një familjar të një burgosëri, e ai që është Recep Selimi, pro ke në ndëroj edhe luftore UÇK-s, edhe bashkëshortja e luftorit UÇK-s, dhe fëmia e tij na ndërun këtu dhe na dhani për kraje që besoj dhe na ka motivu më shumë. Britma motorëve sot është brit thirrje për drejtësi. Platforma Liria ka emër, do thotë është ajo cila shqiptarët i bashkon pa dallime ideje, feje, krajine, prandaj gjithë shqiptaria, por ata që kanë bërë motoristët me të madhe dhe që është unike, është që ka bashku edhe njerëz ndërkombëtar tjerë që përnapin një përkraje të mirë. E po të sot sjellën e policisë holandeze, ta janë të interesuar me na nimun çdo hap, dritat ku që këto. Befasia tjetër e rrodhës është se ne do të shkojmë te Ivanka Trump. Ajo ka shpreh dëshirë, jo vetëm me na prit në shtëpi, po ka shpreh dëshirë që do të na bashkohet edhe në kolon me ne, pra ka kërkuar që ajo të hyjë në një motor me ne, me të njëjtën uniformë dhe të bëjnë një xhiro rreth qoftë gjykate, qoftë vendi ku punon shokët tanë. Besoj se shqiptarët nuk o dasht me pas nevojë kaq gjatë me i bind se ata djem atje janë emra të përveshëm, të cilët nuk përfaqësojnë veten e tyre, familjen e tyre, ata përfaqësojnë Kosovën, ata përfaqësojnë themelet e lirisë, ata përfaqësojnë themelet e kombit, sepse jemi ne. Prandaj 11.000 kilometra të çliruar sot, shtet i ri dhe demokratik e sovran, siç ka thonë Shqip Thaçi, ne nuk lejojmë që brenda atij shteti njerëz bashkë kryesorë të atyre dhe simbolizues të UÇK-s të mohen ka gjatë pa një verdikt të drejtë. Ne nuk duam të imponojmë vendime, sepse jemi të sigurt se ata janë të lirë ashtu siç është ky popull. Përndryshe, ne kemi pas bashkëluftorin NATO, e që do të jenë mbi 27 shtetet e Evropës, kështu që drejtësia, faktet janë me ne. Krymyllet, të shiturit, të korrupturit dhe të joshurit për një qoftë dhe për një azil, ose qoftë edhe për një dalë në vend tjetër, ata do të dështojnë së bashku me këtë gjykat, që për mua personalisht është një gjykat ekonomike, politike, kriminale, grup kriminal i organizuar ekonomik politik. Asgjë tjetër. Është të krijuar si sideriun nga gjyqtarët e cilët kanë qenë më të dështuar në Kosovë, ata secilin rast e kanë pas të humbur. Kosova ka kalu 6 parë gjyqe të ndryshme ndërkombëtare dhe kombëtare, ka kalu verdiktin e gjyqit internacional, si ishin përpara Lima, Haradina dhe shokët, ke marrë pavajsin, Gjeneveja ka vërtetuar se ne kemi të drejtë të kemi shtetin tonë, prandaj edhe ne kemi të drejtë të kërkojmë që të respektohet bazamenti i lirisë, lufta janë për liri, luftë e cila as pak s'ishte dëshirueshme për imponuar. Prandaj ne mendojmë se UÇK-ja jo vetëm se ka shliruar Kosovën, po UÇK-ja ka dhënë fund Miloševićit, që ka shliruar një Ballkan